Shqipëria po synon të kthejë Hekurudhën në një shtyllë kyçe të zhvillimit ekonomik dhe lidhjes rajonale. Në këtë kuadër, në ambientet e Agjencisë Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve, u zhvillua një seminar mbi mundësitë e investimit në sektorin hekurudhor, me pjesëmarrjen e një delegacioni prej 8 kompanish franceze, lider në këtë fushë. Takimi u çel nga drejtues të AIDA-s, ndërsa u përshëndet nga ambasadorja e Francës në Shqipëri, Catherine Swart, e cila vlerësoi marrëdhëniet e qëndrueshme dypalëshe dhe theksoi potencialin e lartë për bashkëpunim konkret në infrastrukturën hekurudhore. Në fjalën e saj, zëvendës Ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë, Edona Bilali, nënvizoi ekspertizën e avancuar franceze në këtë sektor dhe gatishmërinë e Shqipërisë për të thelluar bashkëpunimin përmes shkëmbimit të praktikave më të mira dhe përfshirjes së investimeve të huaja. Gjatë seminarit u prezantuan projektet kryesore hekurudhore në zhvillim, përfshir korridorin Adriatiko-Jonian, linjën Tiranë-Durrës dhe segmentin drejt Porto Romanos, si dhe projektet rajonale që lidhin Shqipërinë me Malin e Zi dhe Kosovën. Takimi u mbyll me angazhimin e ndërsjellë për forcimin e partneritetit dhe rritjen e interesit investues, duke e konsideruar sektorin hekurudhor si një element strategjik për zhvillimin ekonomik, integrimin rajonal dhe afrimin e Shqipërisë me standardet europiane të transportit.